E di se çdo të thotë të largohesh nga një marrëdhënie dhe të përpiqesh të ndërtosh një jetë të re. Thënia është e vështirë, është thjesht fillimi i shpjegimit të kësaj situate. As nuk e kupton se çfarë po ndodh me ty në këtë kohë, derisa ajo të kalojë e ti përkas së kaluarës. Kështu, kur Raina e la Viktorin dhe u kthye në stre, duke i qartë se nuk ishte e lehtë për të. Mirëmëngjes, Raina. Kafja është gati, mbi banat. Faleminderit, Klara. Çfarë ke? Pas ke marrë një letër? Po, është nga Viktori. Viktori? Po si arriti të dërgonte një letër këtu? E hodhi poshtë derës. Unë e pash në dysheme. Po dhe çfarë thot? E dashur Raina, dielli im, të dua me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt. E di që duket sikur unë vetëm të shqetësoj. Nuk është kjo ajo që dua të bëj. Ndjej shumë dhimbje tani. Po përpiqem të ndryshoj dhe dua të bëj çdo ndryshim që ti dëshiron. Thjesht kam nevojë të di që ti më dëshiron. Dielli im, po përpiqem me sa mundem që të jap ty gjithçka. Dua të bëj gjithçka për ne të dy. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Jam shumë i mërzitur që ti nuk... Çfarë thot ky? Thot se unë nuk bëj të njëjtat përpjekje për të dhe për lidhjen tonë? Nuk e di se çfarë ke në kokë. Zemër, ndihem keq. Nuk e kupton? Nuk mendon fare për mua? Klara, ai mendon se unë e urrej dreq. Mirë, qetësou Raina. Ja, vëre letrën mbi tavolinë dhe largohu pak hapa. Tani, mendo se përse erdhe këtu. Këtu në këtë vend të sigurt. Shikoje dorën që e ke të fashuar, Raina. Tani çfarë po të bën Viktori, ë? Pikërisht tani. Pikërisht me këtë letër. E po, ai po më tregon se ndihet keq. Po pra, sepse ai zgjodhi të lëndoj ty. Tani ai po përballet me pasojën e këtij veprimi që është të jetoj pa ty. Kjo është e vetmja mënyrë që ai të mësoj se lëndimi që të ka shkaktuar ty nuk është i drejtë. Po, ti ke të drejtë. Ka shkruar edhe më gjatë në letër. Ka edhe një faqe tjetër. Mirë, do ta lexoj unë. Ti qëndro këtu, dakord? Ke zgjedhur pavarësinë tënde sikur të jesh beqare dhe ke zgjedhur shoqet e tua në atë stre, para meje dhe para lidhjes sonë. Diell, kjo më lëndon shumë. Të dy kemi bërë gabime, kështu që të lutem le të harrojmë gjithçka dhe ktheu tek unë. Do të bëj çdo gjë i dashuri yt i përkushtuar Viktori. Nuk mund t'i shkaktoj dhimbje ati. Raina, ai po i shkakton dhimbje vetes së tij. Nuk është për shkakun tënd. Dhe dëgjoj se çfarë po thot në të vërtetë. Ai është i shqetësuar nga që ti ke zgjedhur jetën tënde përpara jetës së tij. Raina, Viktori nuk do që ti të kesh jetën tënde. Më vjen keq që po ta them këtë, por ai do që të kontrolloj ty dhe të përdor. E sheh se çfarë po bën ai? Nuk mund të vi vetë këtu dhe po përpiqet të përdor këto letra si karrema që ti të ngecësh përsëri në rrjet. Po përse e bën këtë? Nuk mund të më lër të qetë, të gjej ndonjë vajzë tjetër. Ndoshta do ta gjej një ditë, por burrat si Viktori e kanë të vështirë të shkëputen. Ai do të luftoj shumë që të mbajnë nën kontrollin e tij. Dhe e dashur Raina, më dëgjoj mua. Edhe ti duhet i kundërpërgjigjesh. Nëse dëshiron të kesh një jetë tënden, e lirë të jesh vetvetja, e lirë të jesh ajo që je në të vërtetë. As që nuk e di më se kush jam. Ma merr mendja kur nuk e kam ditur. Kam kaluar gjithë jetën time duke u përpjekur të jem ajo që të tjerët dëshironin të isha. Mamaja ime, mikeshat e mia, tutori im, klientët e mi, nuk e di. Dhe ja ke kushtuar kësaj gjithë qenien tënde, zemrën tënde, trupin tënd, çdo gjë. Raina, ti je një grua që mendon për të tjerët dhe kjo është një cilësi e bukur. Është vërtet e bukur, por të gjithë kemi nevojë të vëmë kufi. Dhe ti duhet të mësosh të vësh kufi për veten tënde dhe për të tjerët. A e kupton se çfarë dua të them? Në fakt, jo. Nuk e kuptoj, Klara.
Po mirë atëre, po ta them ndryshe. Është e rëndësishme që ti të kuptosh se kush je ti, Rajna, dhe të kesh idenë se sa vlerë ke ti vetë. Për ndryshe, do të vazhdosh ta humbësh veten tënde tek çdo person që hyn në jetën tënde. Ti u jep atyre çdo gjë nga vetja jote, derisa ata të bëjnë pronën e tyre. Por vetëm atë që u pëlqen atyre dhe si u pëlqen atyre, ashtu siç po bën edhe për Viktorin. Por shije veten tënde. A nuk bën edhe ti të njëjtën gjë, Klara? Gjithmonë kujdesesh për njerëz si unë. Kur nuk e ka për veten tënde? Po, patjetër që kujdesem për veten time, por ti nuk e sheh gjithmonë. Çdo ditë, ose sa herë që unë mundem, ulem atje. Ja atje tek ai koltuku i madh prej lëkure dhe lexoj Biblën. Pi kafen dhe flas me Perëndim për gjërat që kanë ndodhur dhe po ndodhin. Gjithashtu më pëlqen shumë që të shoh nga dritarja njerëzit që kalojnë nëpër rrugë. Një tjetër kohë për veten time është kur eci vetëm, kur shkoj nëpër dyqane ose thjesht kur bëj një shëtitje. Gjëra të tilla të vogla. A e di që më pëlqejnë shumë librat? Po, e kam vënë re që kalon pak kohë vetëm ndonjëherë. Më thuaj, si e kupton se çfarë dëshiron të bësh? Duke zgjedhur diçka të re. Edhe duke e bërë atë. E sheh nëse të pëlqen apo jo. Pse nuk provon të punosh me shtiza? Ose provo të mësosh të kërcesh? Ka kaq shumë gjëra rreth teje, Rajna. Dhe shumica e njerëzve janë miqësor dhe të ndihmojnë nëse ti vërtet dëshiron të mësosh. Gjithmonë kam dashur të pikturoj, por nuk mendoj se jam ndonjë piktore e mirë. Edhe çfarë pastaj? Nuk ka pse ti jesh patjetër shumë e mirë për të bërë diçka që të pëlqen. Mjafton që ajo gjë të bëjë të ndihesh mirë. E punë e madhe se nuk bën ndonjë punë të përsosur. Pra, ti nuk e ke problem nëse bëj vetëm rrëmuj, pikërisht këtu, në këtë dhomë. Sikur të pikturoj muret. Jo, nuk e kam problem fare. Këtu muret madje ka nevojë për pak më tepër gjërë. Po, sigurisht. Wow, nuk e mbaj mend. Sa kohë kam pa qeshur kështu? A e di që ke një të qeshur shumë të bukur, Rajna? Oh, faleminderit. Çfarë ke? Nuk e mësuar të bëjnë komplimente? Jo, në fakt jo. Dua të them, komplimenti që dëgjoj më shpesh është se jam e bukur. Klientët në shtëpinë publike më thoshin kështu. Por pas pak kohësh mendova, vetëm kaq jam. Thjesht një copë asgjë. Një copë asgjë e bukur. E po për disa njerëz, bukuria është mënyra se si bën thonjt, apo si i bën flokët, apo thjesht të kesh një trup të bukur. Pse? A nuk janë bukuri të gjitha këto? Po, por kjo nuk është pamja e plot. Mendoj se është shumë më shumë se kaq. Të lutem, ma merr pak Biblën atje? Ja është atje mbi karrigen time. Ajdi, po lexoja sot për këtë dhe kam vënë shënjuese në atë faqe. Ja ku është? E gjeta. Përse nuk lexon ti më mirë, hm? Kush do të gjej një grua të fortë dhe të virtytshme? Vlera e saj është shumë e madhe nga ajo e margaritarëve. Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo, dhe do të ketë gjithnjë fitime. Ajo i bën të mira dhe jo të keqe tërë ditët e jetës së saj. Gjen lesh dhe li dhe punon me gëzim me duart e veta. Prit një minutë. Çfarë? Jo, mos u tromb. Në atë kohë i bënin vetë rrobat. Nuk po thot që edhe ti duhet fillosh t'i bësh vetë rrobat e tua. Po vazhdo të lexosh. Ajo u përngjan anijeve të tregtarëve, e sjell ushqimin e saj nga larg. Kjo duket si diçka e çuditshme. Është metaforë. Do të thotë se ajo punon shumë për të fituar parat. Po kalo pak më poshtë, tek ajo pjesa që kam nënvizuar me të kuqe. Po. I shtrin dorën të varfrit dhe i jep dorën nevojtarit. Kjo ngjan shumë me ty, Klara. Edhe me ty, Rajna. Ja, mendo pak për të gjitha ndjenjat dhe mendimet e tua për të ndihmuar Viktorin. E ke bërë me shpirt e me zemër. I ke dhënë kaq shumë nga vetja jote. Mendo për gjitha të energji dhe mund që ke derdhur duke dhënë, që mund t'i kishe përdorur për të ndihmuar për njerëzit që janë në nevojë. Ky është problemi. Unë ose kam frikë nga të gjithë, ose dëshiroj t'i ndihmoj të gjithë. Po, madje dhe ata që të kanë lënduar shumë, si Viktori për shembull. Rajna, ti ke kaluar shumë vështirësi. Do të duhet shumë kohë që ti të mësosh t'i balancosh ndjenjat e tua. Po le të vazhdojmë dhe të lexojmë këtë pasazh dhe të shohim. Nëse do t'inkurajoj sadopak. Kalo tek pjesa tjetër që kam nënvizuar. Hiri është i rrem dhe bukuria është e kotë, por gruaja që ka frikë nga Zoti
është ajo që do të lëvdohet. I jepni frytin e duarve të saj dhe vetë veprat e saj le ta lëvdojnë te portat. A e shikon? Kjo është një grua e bukur sipas Perëndis. Po, por jo çdo grua si unë. Dhe nuk e kuptoj këtë pjesën këtu, gruaja që ka frikë nga Zoti. Çfarë do të thotë kjo? Nuk është ajo që ti mendon. Frikë nga Zoti nuk do të thotë ti je e trembur apo e terrorizuar nga Zoti. Kjo ka të bëjë me të qenit e manitur nga ajo që Perëndia thot, e manitur nga ai që Perëndia është në të vërtetë. Si edhe të kesh një mënyrë jetese sipas asaj që Perëndia ka përcaktuar që ne të kemi. Kjo do të thotë të bësh gjëra të mira. Për shembull, të duash dhe të respektosh të tjerët, dhe madje edhe veten tënde. Perëndia ka vendosur brenda nesh ndërgjegjen, e cila na bën që të ndihemi mirë kur bëjmë gjëra të mira, dhe të ndihemi keq kur bëjmë gjëra të këqija. Dhe kjo do të thotë? Kjo do të thotë, mirë, po ta shpjegoj pak më thjesht. Para se të pranoja Jezusin, unë isha e dhënë pas seksit, romancës, drogës, alkoolit, festave të çmendura, çdo gjëje që më bënte të mos mendoja për jetën time dhe të jepesha pas momentit. Por vetëm kaq ishte. Veç një çast. Seksi përfundon, droga mbaron, parat mbarojnë dhe pastaj ç'bëhet më pas? Ky është momenti kur duhet të ndalesh, të shihesh në pasqyrë dhe të pyesësh veten, pse? Pse po e bëj këtë? Kush jam unë në të vërtetë? Por kjo është pyetje që i kam bërë vetes. Kush jam unë? Po ta them unë se kush je, Rajna. Ma thuaj të lutem. Ti je gruaja për të cilën Jezusi vdiq që të shpëtonte nga ferri. Ti je gruaja e guximshme që ka parë dhe përjetuar vazhdimisht gjëra të tmerrshme dhe pavarësisht gjithë gjërave që i ka ndodhur, ka mbijetuar. Ti je e dhemshur, e dashur dhe e zgjuar. Nuk jam shumë e sigurt për këtë. Po, je e zgjuar, po të them. Dhe tani që ke zgjedhur një jetë larg të kaluarës sënde dhe larg gjithë atyre njerëzve që të kanë lënduar shumë, mund të fillosh një jetë re si një grua e pavarur. Ti mund të zgjedhësh vetë se ku do të jetosh. Çfarë do të bësh? Sa kohë do të kalosh në dyqan apo me një shoqe dhe shumë e shumë gjëra të tjera. Dhe nëse ti dëshiron të pikturosh diellin që ngrihet mbi Alpe, atëherë me anë të hirit të Perëndis mund ta pikturosh. Ki mendjen, Klara. Do të filloj me këtë murin këtej. Është mirë, si një laç shërues për të dyja ne që jemi këtu duke qeshur. Rajna, dua të them edhe diçka tjetër. Ti ke më shumë të drejta nga ç'mendon. Mendon. Tani ke mundësinë që ti shpallësh ato të drejta. Për çfarë po flet? Të drejta? Çfarë të drejtash? Ti ke të drejtë të ndihesh e sigurt, dhe të ndihesh e dashur, dhe të ndihesh përsëri e plot. Ti ke të drejtë të mësosh dhe të përpiqesh të gjesh një punë. Dhe ke të drejtë të kërkosh ndihmë sa herë që ti të kesh nevojë. Fantastike. Këto fjalë më bëjnë të ndihem më mirë, Klara. Faleminderit. Por ka edhe më shumë. A e di se të gjitha gjërat që ti ke dëshiruar aq shumë, gjëra si dashuria dhe shpresa, janë që të gjitha në dispozicionin tënd pikërisht tani? Perëndia të do, Rajna. Pavarësisht se si ndihesh ti vet, e pastër apo jo, e dashur apo jo. Ai të ka sjell në këtë vend sot. Ai na ka bashkuar të dyjave, që unë të them këto të vërteta rreth teje dhe rreth dashurisë që Perëndia ka për ty, Rajna. A e beson këtë? Po, e besoj. Por si mund t'i kem këto gjëra? Dashurinë dhe shpresën, dhe ndjesinë se jam e pastër. Pyetje me vend. Dhe përgjigje e thjeshtë. Hidh hapin e parë. Thuaj Perëndis, ja ku jam, Perëndi. Merre zemrën time të thyer. Merri ëndrat e mia të thyera dhe jetën time të rrëmujshme. Puna është se nuk e kam provuar shumë herë ndjenjen e lumturisë gjatë jetës sime. Të paktën jo deri tani, Klara. E di, Rajna, ti ke qenë e thyer dhe e dhunuar shumë herë, në shumë mënyra. Dhe vetëm këtë mund të ndjesh tani, apo jo? Po, nuk e di nëse mund të ndihem ndonjëherë ndryshe. Do të ndihesh, të premtoj që po. Por mos harro kurrë, Perëndia mund ta bëj këtë për ty. Çfarë të bëj? Ai mund ta largoj këtë ndjesi nga zemra jote. Po ta them, ai e ka bërë me mua. Më kujtohet sikur ti ishte dje, kur Perëndia më ndryshoi plotësisht dhe më ktheu në një njeri krejt tjetër. Nuk të imagjinoj do të ndryshe, Klara. Ti je mirë me të gjithë. Por isha shumë e vështirë. Të kujtohet kur të thash se po e kërkoja lumturinë tek seksi, droga, varësit, marrëdhëniet e në shumë gjëra të tjera,
por nuk e gjeta tek asnjëra prej tyre. Ndoshta për një çast të shkurtër, por nuk e gjeta kurrë lumturinë e vërtet në ato gjëra. Fillova të ndihem e lumtur vetëm atëherë kur ja dorëzova Perëndis ndjesinë e shkatërrimit dhe të thyerjes që mbaja brenda meje. Pastaj, ai filloi ta mbush jetën time me dashurinë e tij, me shpresë dhe me ndjesinë e plotësisë brenda meje. Vetëm Jezusi mund ta bëjë këtë gjë, Raina. Ky program është prodhuar nga Thesaret të Fshehura, një projekt i Transworld Radio, shpresë për ty. Të gjitha këto episode janë menduar për përdorim personal dhe privat të dëgjuesit. Episodet Thesaret të Fshehura nuk mund të kopjohen ose të rishpërndahen në ndonjë mënyrë tjetër pa një leje të shkruar. Për të marrë leje për ta përdorur këtë program për organizatën tuaj, ju lutem na shkruani në hiddentreasures@twr.org. Edhe njerë kontakti i mailit është hiddentreasures@twr.org. Faleminderit. Zoti është forca ime dhe mburoja ime. Zemra ime ka pasur besim tek ai dhe unë u ndihmova. Prandaj zemra ime ngazëllen dhe unë do ta kërmtoj këtë me këngën time. Kur ne njohim dhe besojmë Perëndin, ai na mbush me forcën dhe urtësinë e tij. Nuk ka përse të përpiqemi me forcat tona, sepse Perëndia po na jep një jetë dhe një forcë të re. Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim. Përse të mos i thoni së bashku me mua këtë fjalë inkurajuese? Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis, me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim. A do ta besoni atë që Perëndia po ju thot sot? Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Do të më kërkoni dhe do të vini të më luteni dhe unë do t'ju kënaq. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate.